Një stuhi ka përfshirë mbrëmjen e kaluar qarkun e Korçës, duke sjellë rreshje intensive shiu, erë të fortë dhe në disa zona edhe breshër. Kushtet e rënduara atmosferike kanë shkaktuar dëme në bujqësi, probleme në qarkullim dhe incidente me rrëzimin e pemëve. Në fushën e Maliqit, fermerët shprehen të shqetësuar për dëmet e mundshme në kulturat bujqësore, veçanërisht tek gruri, i cili ndodhet në fazën e korjes. Në fshatin Rëmbec të Maliqit, një pemë është rrëzuar mbi një automjet, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Forcat e stacionit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, së bashku me efektivët e policisë dhe banorët e zonës, ndërhyjnë për largimin e pemës dhe normalizimin e situatës. Një tjetër rast i ngjashëm është raportuar edhe në qytetin e Maliqit, ku gjithashtu një pemë ra mbi një automjet. Në fshatin Kamnik të bashkisë Kolonj, rreshjet intensive të breshërit, që zgjatën rreth 15 minuta, kanë dëmtuar vreshtat, të cilat përbëjnë një nga burimet kryesore të të ardhurave për banorët e zonës. Gaset bëri ka ishin kratë, tërë kratë, a i kanë humbur të gjitha. Fermerët shprehen se kjo është hera e 6 radhazi që breshri dëmton kulturat bujqësore në Kolonj, Devol, Korçë dhe Maliq. Sipas tyre, pavarësisht evidentimit të dëmeve dhe dërgimit të dokumentacionit pranë institucioneve përgjegjëse, deri më sot nuk kanë përfituar dëmshpërblim. Në Bashkim Pustec raportohet ndërprerje energjisë elektrike në 4 fshatra, ndërsa ekipet e OSHE-s ndodhen në terren për riparimin e defekteve. Ndërkohë në Bashkitë Korçë dhe Pogradec nuk janë raportuar dëme apo situata emergjente.